Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jeni me diabet, nuk do ta besoni, por këto 8 ushqime janë shpëtimi juaj. Perimet pa nisështe. Mbusheni pjatën me perime pa nisështe. Për njerëzit që janë të rrezikuar nga diabeti është e rëndësishme të rrisin dozën e perimeve. Perimet kanë një përmbajtje tepër të lartë të fibrave dhe ujë, të cilat do t'ju ndihmojnë juve t'ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Perimet e gjelbra. Të gjitha perimet pa nisështe janë të mira, megjithatë, ato me gjethe të gjelbra përmbajnë më shumë vlera ushqyese. Nga një analizë e bërë 6 studimeve, shkencëtarët britanik zbuluan se konsumi i 1,35 racione me perime të gjelbra lidhet me 14% më pak rrezik për zhvillimin e diabetit të tipit 2 krahasuar me konsumimin e vetëm 0,2 racione në ditë. Frutat. Frutat janë të mira për njerëzit të cilët rrezikojnë nga diabeti. Vetëm nuk duhet i konsumoni në formën e lëngjeve ose smoothie. Drithrat. Konsumimi i drithrave bën që nivelet e sheqerit në gjak të rriten më ngadalë pas një vakti. Prandaj ulet edhe rreziku për zhvillimin e diabetit të tipit 2. Fibrat tek drithra ngadalsojnë procesin e tretjes së karbohidrateve, duke ulur kështu nevojën për insulinë. Gjithashtu drithrat përmbajnë lëndë ushqyese, antioksiduese dhe antiinflamatore të cilat mund të ndihmojnë në parandalimin e diabetit. Thjerrzat. Gjatë një studimi të publikuar tek revista Clinical Nutrition, ekspertët ndoqën dietat e më shumë se 300 personave të cilët shfaqën diabet për më shumë se 4 vite. Ata zbuluan gjithashtu se personat me konsum të lartë të bishtajoreve, sidomos thjerrzat, ishin më pak të rrezikuar nga diabeti. Zëvendësimi i gjysmë racioni me vezë, bukë, oriz ose patate me thjerrza çdo ditë ndihmon gjithashtu në uljen e rrezikut për zhvillimin e diabetit. Të gjitha llojet e bishtajoreve, përfshirë këtu thjerrzat, fasulet, bizelet e të tjerë, janë të pasura me fibra dhe janë një burim i shkëlqyer i këtyre proteinave. Yndyrat e shëndetshme. Ashtu si karbohidratet edhe yndyrat ndahen sipas 2 kategorive, cilësi dhe sasi. Yndyrat e pangopura ndihmojnë në përmirësimin e rezistencës ndaj insulinës. Zgjedhja e burimeve të duhura si frutat e thata, farat, vaji i ullirit, vaj, kanosa dhe avokado. Megjithatë, ju duhet të keni kujdes me proporcione, duke qenë se yndyrat janë shumë kalorike. Proteinat e lehta. Proteinat ju mbajnë juve të ngopur për një kohë më të gjatë. Ato gjithashtu ngadalsojnë tretjen, kështu nivelet e sheqerit në gjak rriten dhe ulen më gradualisht pas një vakti. Konsumoni proteina me bazë bimore si për shembull fasule dhe thjerrzat, si edhe mish, peshku dhe pula. Këtu ju do të njiheni me vlerat e lëngut të karrotave për kurimin e diabetit. Diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe në mënyrën e jetesës. Shumë prej ushqimeve që mund të konsumohen në një ditë për diabetikët janë të ndaluara dhe këtu futet sheqeri, buka, prodhimet e brumit, madje edhe disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre mund të kthehen në një kurrë të vërtetë. Këtu futen karrotat, të cilat sipas ekspertëve mund të ndihmojnë në trajtimin e diabetit dhe më konkretisht lëngu i tyre. Prandaj këtu ju do të mësoni çdo gjë mbi këtë çështje. Karrotat dhe diabeti. Karrotat janë të njohura
për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, përmbajnë gjithashtu vitamin A, antioksidant, fibra dhe një sër nutrientësh. Një karrotë mesatare përmban vetëm 4 gram karbohidrate të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët gjithashtu thonë se vitamina B6 ka një rol shumë të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat ndihmojnë trupin që të marrë një sër vitaminash nga ky grup. Vitamina A nga ana tjetër, e cila është shumë e rëndësishme për kontrollin e sheqerit në gjak, duke e balancuar atë për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Fibra gjithashtu është e rëndësishme edhe për të ulur shanset e diabetit të tipit 2. Gjithashtu, megjithëse kanë një shije të ëmbël, karrotat ju mund t'i konsumoni pa rrezik edhe nëse vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe karbohidrate, por nuk do t'i ngrejë nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që të mos t'i shtoni sheqer teksa e konsumoni në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë, pasi ka nivele tepër të mëdha karotenoidësh, të cilët mund të ndikojnë në pigmentimin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës ju mund ta pini menjëherë siç është, ta shtoni tek sallata, ndërsa me mbetjet nga shtrydhja ju mund të përgatisni një kek. Receta e duhur për diabetin: të konsumosh pije të ëmbla kur je me diabet duket si diçka e vështirë, por kjo që ne do t'ju sugjerojmë në këtë video është një pije e sigurt. Përbërësit janë 800 gram karrota, 200 gram moll të kuqe, 200 gram moll jeshile, 20 ml lëng limoni dhe 20 gram xhinxher. Përgatitja: priteni të gjitha në copëza të vogla dhe shtrydheni. Më pas, ruajeni të mbyllur në frigorifer dhe kështu ju mund ta konsumoni edhe menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët për te diabeti do t'ju ndihmojë që të aktivizoni sistemin tuaj tretës dhe të rregulloni gjithashtu edhe presionin tuaj të gjakut. Ndërkohë, ekziston edhe lista e ushqimeve të cilat ulin nivelin e sheqerit në gjak. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fibër, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave, për shembull, kanë një nivel të lartë glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë boronica, rruzh dhe moll kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipit 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel të lartë glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe për më tepër janë të pasura me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt bulmeti i cili ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë në shtëpi ka një nivel të ulët glicemie dhe mbi të gjitha është mjaft i shëndetshëm. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.